Profesor Xhavit Shala, eksperti i çështjeve të sigurisë, është me mua në këtë lidhje të drejtë për të diskutuar për këto zhvillime ndërkombëtare dhe çfarë na pret në 2026. Profesor, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne dhe një vit të mbar. Faleminderit, urime edhe për ju. Mirë, po e nis pak me Iranin, pasi duket se e gjithë vëmendja jonë ka qenë në fakt tek negociatat mes Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, por duket se atje kanë nisur protesta. Mund t'i mbjetoj sërish të regjimi i Ali Khamenei këtyre protestave në Iran? Ishte vetëm një rrugë u provua pra që me mjete ushtarake, ndërhyrja që bën amerikanët dhe izraelitët nuk mund të shkaktojë probleme madhore në Iran. Është vetëm një veprim i tillë, vetëm një lëvizje e tillë paqësore, pra si pasojë e kushtet të vështira ekonomike që mund të rrezikojë shumë seriozisht për regjimin e Ayatollahut. Prandaj është gjetja mënyra formave nga leadershipi iranian i opozitës, që po themi asaj opozite e cila të shqytur e opozitë, që nuk jeton atje, por që e quajnë veten opozitë për ta mbështetur këtë lëvizje dhe afirmimi i kësaj lëvizje do të bëhet të mundur që të ndryshojë shumë situata në terren. Do të kemi parasysh që pas dështimit, po e themi, apo pas atyre dëmtimeve të konsiderueshme që u shkaktuan programeve bërthamor iranian, por edhe programit raketor, Irani ka shtuar shumë punën për përgatitjen për një fazë tjetër. Pra edhe kjo faza tjetër do të jetë një fazë ku të prodhohen sa më shumë sidomos sisteme raketore për t'u përgjigjur një situate të re nesër me zhvillimin e të raporteve me Izraelit. Dihet që në fund të muajit tetor, presidenti kryeministri Netanyahu bëri një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në deklaratat e përbashkëta që bën me presidentin Trump, presidenti Trump i siguroi që do ketë mbështetje dhe nëse do tentojë Irani të fuqizojë programet e tij, të rikthehet programet bërthamor, mund të ketë goditje tjera. Kjo është nga jashtë, kurse nga brenda është shumë e rëndësishme, domethënë lëvizja e protestës. Ishte interesant të cilet e cituat edhe ju, reagimi i kryeministrit Pezeshkianit, kryeministrit të Iranit, i cili në farë mënyrë e bërë qartë që janë dobësit e sistemit brenda. Pra nuk kanë pse akuzohen për gjetur armikun e jashtëm. Kjo do të thotë që situata brenda nuk është plotësisht nën kontrollin e forcave të sigurisë. Pra edhe duket sikur ka një çarje në drejtim të leadershipit iranian. Unë mendoj që nëse kjo do të arritë të mbjetoj ditëve të para kjo lëvizje proteste, ajo mund të vi duke u forcuar, sepse edhe numri i viktimave do vi duke u shtuar dhe kjo pastaj mund të çojë në një protestë akoma më popullore dhe një protestë e përmasur të tilla siç e përmendet rasti i asaj vajzës që u vra në lëvizjen para disa viteve. Kjo mund të çojë pastaj në rënien apo në rrezikimin e regjimit. Gjithsesi, pas goditjeve amerikane dhe izraelite, do të jemi të qartë që forcat represive e regjimit iranian, e institucioneve të sigurisë është shtuar shumë dhe kështu që mund pritet një egërsi më e madhe tyre, por kjo egërsi mund të shkaktojë më shumë viktima dhe një pakënaqësi më të madhe, pra mund të kemi një reaksion zinxhir që mund ndërgojë pastaj mund të çojë në rrezikimin e regjimit të Ayatollahëve. Rënja e Asadit, ndërkohë kemi edhe një farë shkatrimi, po them, edhe të krahut të Iranit, po them ata që ka përdorur gjatë gjithë kohës, siç është Hezbollahu, po kështu edhe Hamasi duket se është drejt fundit. Houthi edhe në Yemen ka pasur përplasje të forta edhe të brendshme. Pra duket se diçka po zihen apo jo në gjithlindjen e mesme, pra në këto zonat ku ka qenë influenca e Iranit.
Normalisht që ajo që një humbje madhe për regjimin iranian, pra goditja apo çarja atij rrethimit but që ai pa bërë Izraelit. Pra duke filluar nga Hezbollah, duke me Gazën, pra me Hamasin, pra janë njësër me milicit shite të Irakut edhe me tërë ato që ju i listuat shumë mirë. Po tu në këtë rast ka një dobësim të përgjithshëm të ndikimit apo të ndikimit në rajon të regjimit, por nëse do ta shohim në raport me gjendjen e brendshme, regjimi nuk është dobësuar shumë, domethënë sepse ai do përqendrohet në shtypjen e këtyre revoltave, sepse kupton që nëse do të ketë dur të lidhura apo do të përqendrohet tek revoltat e brendshme apo do të lejon revoltat e brendshme, atëherë ndikimi i jashtëm i asaj i Iranit do të zbehet. Kështu që unë mendoj që ata do të shtrojnë shumë dhunën dhe nga ana tjetër do përpiqen që në këtë kohë derisa të stabilizohet në një farë mënyrë do të përpiqen që këtë krizë ta zgjidhin para se të ndodhen para një krize tjetër në raport me Izraelin. Gjithsesi është stili i tyre që edhe kur kanë patur krizat të brendshme, ata jo rrallë janë përpjekur të eksportojnë krizën. Pra duke paraqitur lëvizjen si një lëvizje protestës apo lëvizje opozitare, po e themi si një lëvizje që është kundër interesave të vendit apo kundër interesave të sigurisë, është si një lëvizje që sponsorizohet apo mbështetet nga regjimet e huaja apo nga shërbimet e huaja inteligjente. Gjithsesi kjo do duket në sa do të regjistojë kjo lëvizje ditët e para. Pra nëse kjo do të vazhdojë, do të ketë një vazhdimsi e javët e para, do të jetë në interes të lëvizjes protestës dhe mund të rrezikojë regjimin e ajetollahëve. Ishte shumë interesante deklarata e presidentit amerikan në fund të vitit në fakt, ku solli në vëmendje Iranin, duke se shumë kujt edhe në mediat ndërkombëtare Irani kishte ikur nga vëmendja. Ai tha se ne do ta bombardojmë sërish nëse do të prodhojë armë balistike apo do të tentojë për pasurimin e uraniumit. Kishte lidhje pikërisht me pasurimin e uraniumit dhe armët që prodhon, apo me ato çfarë pam tashmë që po ndodh në mënyrë intensive me protestat e brendshme? Në fakt kjo planifikimi i vizitës kryeministit Netanyahu ka qenë përpara se të fillonin kjo lëvizje proteste dhe ka qenë një angazhim i tij për ta detyruar Iranin që të frenohet në programin raketor. Po ta kemi parasysh këtë herë Izraeli nuk përqendrohet shumë tek programi bërthamor sepse e din që për një periudhë të caktuar ata vështirë se do të arrijnë, por Izraeli në luftën 12 ditor u ndjej shumë kërcënuar dhe i cënueshëm nga programi raketor, pra nga ato sistemet raketore iraniane. Dëmët qenë të konsiderueshme, pavarësisht se nga media nuk janë të mbuluara dëmët që shkaktoi edhe Irani në goditjet me raketa. Kështu që intensifikimi i punës së Iranit për të rritjen edhe për shtimin e prodhimit të raketave nga një stok për 1500 raketash për ta kaluar në mbi 3000 raketa është ndjerë si kërcënim nga ana e Izraelit dhe prandaj ai një nga deklaratat e para që bëri para se të nisej në Shtetet e Bashkuara thoshte ka qenë që do të kërkojë që të ushtrohet trusni për programin raketor iranian. Nga ana tjetër, burimet e ndryshme mediatike, por edhe të inteligjencës raportojnë që Irani ka filluar intensivisht për ta fuqizuar programin. Pra, ato goditje që u dhanë nuk është se dëmtuan më shumë se gjysmën e kapaciteteve. Kështu që përsëri ata ndjejnë veten që duhet të forcohen dhe në një farë mënyrë i bie që lufta 12 ditore nuk është se ka patur ato rezultate që u prit shumë. Pra, nga ana tjetër Shtetet Bashkuara dhe Izraeli nuk i rritën ato qëllimet e duhur dhe nga ana tjetër Irani nuk në strategjinë e tij nuk e sheh të nevojshme që të përqendrohet në zhvillimet e brendshme. Pra të heqë dorë nga programet e tij, nga ndikimi i tij regional dhe nga trusnia që ka në drejtim të vendeve fqinjë, por edhe sidomos në projektet e tij për Izraelin.
Për të ndalur pak tek Ukraina, viti u mbyll me një deklaratë që vinte nga Moska se Ukraina kishte tentuar të godiste rezidencën qeveritare të Vladimir Putin, madje pati edhe kërcënime nga ana e Moskës, zyrtarë të ndryshëm, deri me ashpërsim në qëndrim, siç thoshin zyrtarë të Moskës, në negociata. CIA, Shtetet e Bashkuara, NATO, pra i kanë hedhur poshtë se ka qenë target i Ukrainës, po çfarë po synon Rusia me këtë? Po kërkon të godas më ashpërsisht godina qeveritare tashmë në Kiev, apo për të shmangur një presion të drejt për drejt të Donald Trump për negociata, po mundohet të ikë me manovra të tilla? Unë mendoj se është pikërisht kjo e dyta që thonë jo që ata po përpiqen që me manovra të mos tërhiqen nga bisedimet, por të bëjnë fajtor ukrainasit për shtytjen e më të thjeshtë të bisedimeve. Ke parasysh se takimi apo bisedimet intensive të zhvilluar në Miami patën u vlerësuan si shumë rezultative, dhe ai plani 20 pikësh askush se ka parë, por që është diskutuar në disa detaje të tij, mund të quhet shumë mirë një platformë perëndimore për bisedime për paqe. Është një platformë apo një plan i dakordsuar perëndimor pra midis europianëve, amerikanëve dhe ukrainasve. Dhe në analizën e këtij plani shumica e pikave pretendimeve që dikur ka patur Rusia, po të shohësh janë afruar drejt parafrimit, drejt pranimit të tyre. Nëse disa pika dikur quheshin të papranueshme, tashmë janë të negociueshme. Kjo në një farë mënyrë duket sikur po shton trustinë amerikane dhe perëndimore për ta pranuar këtë plan për të pranuar ky plan nga ana e Rusisë. Rusia kjo nuk, më sa duket, ka plane tjera, ka arsye tjera, do ta shtyjë të përfitojë sa më shumë fushën e betejës. Tashmë nuk do vetëm ato 4 rajone, por duket se synimi tashmë është që për të ndërprer daljen në detin e zi komplet Ukrainës, pra duke synuar edhe Odesën. Dhe prandaj ata duke parë këtë sukses perëndimor dhe duke parë siç po ndodh apo çdo do ndodhet e para të janarit, sepse është lënë që të ketë përsëri takime intensive për të garantuar dhe ai 5% që thot presidenti Trump që nuk është dakordsuar, që ka të bëjë sidomos me territorin në Zaporizhën dhe me garancitë të sigurisë, pra që janë pika shumë të rëndësishme. Dhe në këtë mënyrë ata në të investimin tim u sajua ai incident apo ai sulm ndaj një rezidencë qeveritare. Një rezidencë ku ai nuk shkon asnjëherë, me sa thuhet, domethënë ka qenë një rezidencë edhe në kohën e Stalinit, nuk ishte rezidencë e preferuar sepse ishte cilësohej si e pambrojtur. Pra që është një diçka që nuk besoj se është një sajes në mënyrë që për të bindur amerikanët që ne mund ta ndryshojmë dinamikën e luftës dhe nuk do pranojmë bisedime të mëtejshme. Dhe në fakt deklaratat e para ishin shumë mjaft të ashpra, sa edhe presidenti Trump duket se ra në një farë mënyrë në ndikimin e tyre, por ishin agjencitë amerikane, sidomos CIA, që e bindi, siç duket presidentin Trump, që nuk ka patur ndërhyrje. Megjithëse ata sot janë përpjekur të gjejnë prova duke sajuar, kuptohet, për t'i dorëzuar negociatorëve amerikanë prova për këtë prezencë. Nëse nuk do të kishe pas një reagim të menjëhershëm të agjenciave perëndimore, sidomos të CIA-s amerikane, dinamika e konfliktit mund të vazhdonte ndryshe, sepse ata tashmë siç duket kërkonin që të godasin edhe rezidencat qeveritare. Fund fare në konflikt armatosur, pavarësisht se janë rrujtë këto raporte, po janë targete të besueshme edhe komandanti i përgjithshëm i forcave armatosur të njëri shtet apo të shtetit tjerë janë target, sepse janë ata që drejtojnë ushtrit që janë në luftë. Pra janë target legjitim në një farë mënyrë, por nuk ka shkuar situata deri aty, domethënë. Dhe mendoj që kjo ju plasi pak, ju ngeli në dorë kjo situatë, dhe nuk mendoj që ata mund të kalojnë në veprime tjera. Ata, siç duket, kishin planifikuar që përdorshin edhe sisteme tjera raketash dhe të godishin zemrën e Kievit. Me këtë zhvillim nuk besoj se do të arrijnë ose do të gjejnë justifikime tjera për ta realizuar. Edhe ajo gracka tjetër që ata ngritën ndaj leadershipit rus
edhe vetë Zelenski që është i paligjshëm, edhe vetë kthesa që bëri Zelenski që ju kërkoi që hajde unë jam gati të mbaj zgjedhjet e parakoshme, i befasoi përsëri rusët, të cilët i kërkoshin këto për ta legjitimuar, sepse këto zgjedhje tashmë do kërkojnë një armpushim 60 ditor, armpushim të cilin rusët nuk janë parë dakord ta japin, kështu që edhe nga kjo ata po të rriqen. Janë në një farë mënyrë disa episode që tregojnë që rusët po bëjnë çmos për ta shtyr, për të zvarritur bisedimet. Pra, ata tashmë po shohin që po hesin diçka në fushën e betejës, por që ajo diçka nuk është se është po ndryshon raportet e mëdha. Domethënë, pas 4 vitesh luftë ata nuk kanë marrë më shumë se 4-5% të territorit të cilët e kishin të pakontrolluar, pra se një pjesë më të madhe kanë patur që në 2014. Pra kjo është një situatë e tillë. Garancitë e sigurisë duket se janë shqetësimi kryesor i Volodimir Zelenskit. Ai ka bërë të ditur në një video mesazh për qytetarët se nesër pritet të diskutohen të mblidhen këshilltarët e sigurisë kombëtare të vendeve të ndryshme, pra që janë vendet që quhen koalicioni të vullnetshmëve. Një ditë më pas do të jenë shefat e shtabeve dhe me 6 Zelenski do të diskutojë me liderët e këtyre vendeve ku përfshihen Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Kanadaja e të tjerë. Çfarë garancish sigurie po kërkon Zelenski? Lëshimet që po bën Zelenski dhe Ukraina në kushtet mjaft të vështira, të detyrueshme, nuk janë të vogla, gjithë ato lëshime që po bën. Edhe në këmbim duhet se s'bën të ketë garanci sigurie. Pra, që pjesa tjetër e Ukrainës, ai 80%, pjesa tjetër të gëzojë sovranitet të plotë, dhe të jetë një shtet që të mbijetoj kërcënimeve, të jetë një shtet që të mos jetë më i rrezikuar. Dhe prandaj në këmbim të këtyre lëshimeve duhet kërkon garanci të fuqishme sigurie. Por puna e garancive të sigurisë është një temë shumë interesante ta trajtosh, sepse u tha që këto garanci do të jepen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra do të jenë të modelit të nenit 5 të NATO-s. Por këtu ka shumë diskutim kjo, sepse në një farë mënyrë, nëse do të vendoset kjo, atëherë i bie që në një farë mënyrë gjithë shtetet antar të NATO-s do të marrin përgjegjësinë që nesër nëse Rusia do të cënojë atë marrëveshjen apo armëpushimin, do ta cënojë, atëherë të gjithë këto shtete do të hynë në luftë. Pra, duke përfshirë edhe Shqipërinë, domethënë. Pra, në një farë mënyrë i bie që të fillojë lufta tretë botërore. Kështu që do duket se si do funksionojnë këto garanci. Këto garanci mund të jenë edhe më ndryshe, mund të jenë edhe në kuadër të 3 shteteve kryesore europiane, pra mund të jenë të Britanisë, të Francës dhe të Gjermanisë, por edhe në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Trump thotë që Europa do të jetë kryesore në garancitë të sigurisë, por europianët mund të marrin dot këto parasysh, këto garanci sigurie pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që Shtetet Bashkuara kanë ofruar një garanci për 15 vjet, paktën në bisedimet paraprake, por Zelenski më drejt kërkon një garanci shumë afatgjatë. Pra, duke patur parasysh rrezikshmërinë, duke patur parasysh që Rusia, Putini kanë shkelur gjithmonë çdo lloj marrëveshje, çdo lloj arpushimi, çdo lloj akti që kanë lidhur ata për sigurinë e Ukrainës. Kështu që në këtë mënyrë Ukraina si do ngulin kamp në mënyrë që të ketë garanci të qarta sigurie, kush do të jenë rojtarët e këtyre garancive apo garantuesit e kësaj sigurie, kush do të jetë? Sepse unë shkrua dhe marrëveshja e Budapestit në atë për qërmatimin bërthamor, por ishte thjesht një marrëveshje ku garante hynin Shtetet Bashkuara, Anglia dhe Rusia, ndërkohë që me çfarë mekanizma, si do funksiononte, nuk ishte asnjë lloj. Pra ishte thjesht një marrëveshje në letër. Ukraina se këtë nuk do ta falit më që garancitë e sigurisë janë një marrëveshje thjesht në letër. Edhe këtu pastaj do hyjë Europa, e cila është shumë e sigurt që nuk mund t'i besohet fare Rusisë në këtë këndvështrim, dhe prandaj këta do po shohin atë idenë që përmendet ju, angazhimin e koalicionit të vullnetmirëve. Pra kjo është shumë e rëndësishme, por a do ta pranojë Rusia një gjë të tillë? Është shumë e vështirë që Rusia ta pranojë, ata kanë deklaruar që kjo është një vije kuqe për këta. Kështu që do të futen përsëri bisedimet, do të futen në një ngërç të tillë saqë
do dalin përsëri atje në fillim që nëse nuk do shtohet trusni mbi Rusinë, nëse Rusia nuk do ta ndjej të detyruar të ulet në tavolinë e bisedime, jo të se ka dëshirë të ulet, por të detyruar për të ulur në tavolinë e bisedime dhe për të pranuar një plan paqe, vetëm atëherë mund të ketë pranim nga ana saj të planit paqes. Nëse ajo ndjehet komode me këto situata, me një luftë që asaj tashmë po i intereson, sepse e lidhet me zhvillimin e bransheve politike, me zhvillimin ekonomik, ajo tashmë ka kthyer në një industri, ka kthyer në një industri lufte. Nesër mund paqesi rrezik një demobilizim i ushtrisë pra si pasojë e nënshkrimit i marrëveshjes paqe mund nxjerrë 1.200.000 luftëtar nesër të papunë, të cilët do kërkojnë front pune, do kërkojnë llogëri për ato që kanë. Do filloj të analizohet ja vleti për Putinin 1 milion apo sa viktima të plagosur dhe të vrarë për çfarë? Edhe çfarë u përfitua nga kjo? Ndërkohë që NATO u zgjerua me 2 shtete tjera, Ukraina mori garanci edhe u bë akoma më perëndimore se sa ishte. Pra, cila ishte fitoria e Putinit, në fund fare nuk ka asgjë. Kështu që ai do t'i ruhet edhe këtyre zhvillimeve të mëbashme dhe do ta zgjasë konfliktin sa të ketë mundësi që ta zgjasë edhe të ketë mundësi që të mos detyrohet nga perëndimi. Ai prandaj ndjek këtë taktikën që t'i bindi amerikanët që ne jemi për bisedime, por faktikisht ai nuk do të pranojë asgjë nga planet e perëndimit. Do duken të jenë zhvillime interesante edhe këto ditë e para, ku do të takohen këshilltarët e sigurisë, ku do të përcaktohen pikat mbi i dhe çfarë do të ofrohen, çfarë Europa do ofrojë për sigurinë, çfarë do ofrojë Amerika. Kjo është shumë e rëndësishme në këto momente të para, domethënë. Faleminderit shumë profesor që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit ju.